por sa e përfunduam tubimin në Podujev dhe tash erdhem këtu të shkolla Asim Vokshi në kodër timave në Prishtinë. Atmosfera është e shkëlqyshme. Qeveria jon i ka gjetur vetëm një terminal doganor të shtetit në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, ndërkohë që 10 tjerë kishin pas privatizuar. Mirë po, tash 8 i kemi kthyer në publik shtetit, e në pranverën e vitit 2026 do t'i kthejmë edhe ato 3 që kanë mbetë tek privatët. Vazhdojmë nesër mbroma në Gjakov. Prishtinës, banor kodrës trimave, falenderit shumë që na keni pritur e kërkojmë falje që banuam sepse ishim në një tubim madhështor në Podujev e para asaj ishim në tubim të Partisë Guzo, para asaj në Lipjat, para asaj në Drenas, pra po përpiqemi që ta bëjmë ditën 25 orë se 24 është, po dhe nuk ka ndryshe drejt 28 vjetorit sepse na duhet një fitore edhe më e madhe se më në shkurt.